Jo se je nga Tereza. Ti vazhdo në mërën grupin të Allah dhe Zotin. Unë do të respektoj deri minutë funit dihat Selinën, se dihat kjo gjoja. Por e kushta mos e respektoj. Unë do të mbërë, mu më delë rryla, kur Unë të bëj pyetje ty. A të pëlqen ty se që ka ba Selina dhe mësot? Jo. Bukur. A ke tentu ti me i folë në herë për i këtë gjanë? I kam tentu. Dhe si ka nga rezultati? Ka vu syzet e ka fillu të këcy? Nuk donë të dëgjoj, sepse kjo është loja vetë dhe do të vazhdoj kështu edhe unë. Nuk jam interesu më fare, prandaj nuk du as tri afer, do me thonë, kur është me gimbon mu më bëhet shumë qefi, sepse është një djalë i ri, se jo. Ti a din që ashtu është rëzu gimbon? Pse nuk ta qëtë goja? Pse nuk i keja që këllë që shami a thanë sy, e gjishim dhe tre bashkat dhe nuk ja the. Unë thash, e vetë mja njën që ti mund të jepsh. Unë ja kam thënë gimbon, dëgjo, ajo? Pranoja gimbon se e ka seriozisht. Ajo është që ti e një ma mirë se tanë këtë Selinën, dhe ti e di shumë mirë, unë e di shumë mirë, që aja, përveç se shfrytëzimit, nuk ka absolutisht një qëllim tjetër ka shiti. Jo, që ka një energji pozitive me atë person, ka, se unë rri bashkë me ato, këpëton në rrim të tre, edhe ka. Pasha Zotin që se ka energji pozitive me te ma shumë se sa që kena unë e ti, ose unë me Mateon apo me Stenaldon, mu më shtynë zorat. A kupton?